A jeni lodhe zemrushe që qeni? Jo e dashur, po e dashur, e kuptova mënyrën se qysh na flet zemrushe me këtë dashuri që vetëm ti na jep, e kuptova. Si të kemi? Zemrushe ju thot, po dokni tambla e të mira, e të bukurin e vesh, edhe, a din që jeni jo? Si mjalta. Ishte rënë shumë. Faleminderit shumë e dashur. Tregom, kush ka qenë presidenti më i mirë, presidentja si dhe kryeministri më i mirë? George Washingtoni Hashim Thaçi. Po ako? Po çfarë zemrushe? Hashim Thaçi ka udhëheq luftën. Hashim Thaçi u konë Rambuje. Po. Hashim Thaçi krejt ato qenë konë kryesore që i ka vullos. Edhe e ka shpoll pavarësinë e Kosovës, edhe historinë e Hashim Thaçit. Nuk ka shans kërkush me ja mujt. Kërkush s'ka. Fjala harrohet, historia shkruhet. Zemrushe. Po. Më trego, Hashim Thaçi si president edhe si kryeministër? Edhe si kryeministër, edhe si president, sa u konë Hashim Thaçi nuk i kina pas të çmime aq të larta. Krejt çmimet na kanë shtrejtu pe që erdh Albini. E sa u konë Hashim Thaçi e kina pas krejt ma mirë, ma letë. Ka ndërtu shkolla, ka ndërtu fakultete, ka ndërtu rrugë, i ka ndërtu policinë, ushtrinë, po tana i ka bo këtu. E kush mundet me hu, që 5 vjet, e tash ky 4 vjet e boni tana, jo mëre çfarë të boni kur gjithë s'ka bo. Inshallah sa ma shpejt ke largohet, e kur mos e nuk e shumë. Mirë e dashur mamush, faleminderit shumë. Ju përshëndet mamush. Ishte. Edhe bashkëshorti jam, po ju përshëndet. Zemrush edhe diçka doshta më. Po. Familjarët e mi nga Amerika ju përshëndesin, edhe ju kanë përshëndet edhe kanë bo shumë të falë edhe më kanë vetë, apo folë me qika, tash po. Ju përshëndet shumë. I kom premtue familjarëve që ku me shku edhe mu taku me juve, edhe më tha, a ke taku edhe a ke bo një foto me tu. Hajde ma shpejt se takohem edhe vja u dërgon fotografin familjarëve tu. Ju bën shumë të falë nga ne, nga tri qikat. Faleminderit ty shumë. Je shumë e mirë, faleminderit shumë dashur mamush që na është bërë si familjarë. Po bre, fantastike, edhe gjyshja është fantastike, kreative, edhe mamushe.